Po e fillon nga Arsi kësaj radhe, me që është vetëm gocë në studio. Arsi, shkurtimisht të lutem, se në orën 11 bie gongu dhe nuk dua që të mbetet fjalë dikujt në gryk. Më në fund kem hyrë në një epokë të re. Pas kaq vitesh, këtë hyrje po e bëj të shkurtër për ata njerëz që për t'i updateuar. Edi Rama, alias Ramsi IV, alias Sultani, alias Ramsesi, çfarë doni juve, alias Papaxhiu, së fundmi. Papaxhiu. E di ç'është Papaxhiu? Dhe mësova të premten. Më në fund e hoqim maskën, tani nuk është njeriu që thot ne do të mbështesim Spakun, drejtsinë e re etj. Tani ka dalë dhe thot ju bëri punën tuaj, ne s'kemi gjë me ju, po ne do i mbrojmë. Pra për herë të parë është në mbrojtje totale jo vetëm të vetes, po jo vetëm të njerëzve të vet, po sigurisht edhe të vetes që si vjen rada. Kjo ndodh aq tepër pas vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili për arsye se nuk arriti do të bëjë 5-3 apo 6-2, Po ishte në barazim? Beri barazim, ishte një mos vendim që gjithsesi vendosi të lënë në fuqi pezullimin e Ballukut. Tani, e lëm atë që ndodhi. Politikisht më intereson. Ç'është kjo epokë e re ku po hym Arsi sipas teje? Më duhet një parashikim këtu, le të projektojmë pak në të ardhmen. Jo të bëjmë background se i dim të gjitha dhe s'ka nevojë të mbasim kohë. Më thuaj tani Ramën e pas 6 muajve, e pas një viti, e pas një viti e gjysmë. Pra ku po shkon? Kush janë aktorët do hyjnë në lojë? Do hyjnë aktorë apo jo? E ka kapur në ndërkombëtarët? Sot ishte komisionin anti, vin mesazhe nga të gjitha anët. Amçam di çfarë është. Dhoma amerikane e tregtisë sot kishte bërë një deklaratë të mërshme, e frikshme. Që godiste, domethënë i thoshte me në dorë akshin zotërisë se është Shqipëria jashtë kontrollit. Nuk po punojnë dot. Është ka rënë i Albania, ka rënë gjithë shërbimet e bizneseve, është tmerr historia. Pra, më duhet një projektim jot Arsi, kërkoj tani këtu një inteligjencën tënde sa më sintetike. Please, i jepi Arsi. Mos jemi këtu? Ku? Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Që nga i fute këtë mërëdia. More vesh Samsoni që është në... Narrati. është narrati. Po e kërkoj E morëm në qafë dhe Samsonin. Gazetar, do më thënë. Ai nuk është gazetar, Aktivist. ai është aktivist. Do më thënë, Ish kolegu jot nga Kenia, i papar, është narrati sepse ne stafi po merremi tani që ta bijem në Shqipëri, ta kemi në studio, ekskluziv, për një periudhë, aq sa të mundet ai, u futëm me menaxherin që e ka gjerman, në komunikim, menaxheri tha, më vjen keq për momentin, tha, nuk kemi dot asnjë komunikim sepse është narrati, po pse? Sepse tha, është po e kërkojnë. Tani kush e kërkon? E kërkon qeveria, njerëz të qeverisë në Nigeri, sepse ky është shumë i kshu atje, është shumë I famshëm. I njohur. i njohur, një dhe ka i ngjith më valla, i ngjith, se ka dhe një humor të zi shumë interesant, ja. Shumë ky është rasti. Që është ky rast tani këtu flet më shumë se ku në Shqipëri, kjo është perë kjo që po ndodh me Samsonin. Do të thënë, nuk e di, po jam me fat që e gjeta këtë njerëz. Të shprehje të këtij. Po për të mos humbur kohë, se do na bjerë gongu, Arsi, të lutem më thuaj, më bëj një projekcion. Çfarë ndodh me Ramsin dhe me faktorët e tjerë vërdall? I palos Ramsi gjithë si pulat, siç ka bërë deri tani, edhe pse kemi hyrë në këtë epokën e re, Ramsi kundër drejtësisë, le të mbullakosim gjërat për arsye kohe. Nuk është kjo. Prognoza është kjo. Tani kemi përplasje mes pushteteve dhe kjo është e dukshme. Prandaj thash, pra kemi hyrë në epokë të re. Praktikisht ekzekutivi në këtë pikë përpiqet me të gjitha mënyrat dhe të gjitha format të luftojë një precedencë. Dhe precedenca është ndërhyrja e drejt për drejt me pezullim e një organi legjislativ që është organi më superior, që është gjykata speciale. Këto i dim Arsimi kurse. Ajo çfarë qeveria thot në këtë moment. Jo, po i dim. Jo, është shumë interesante. Spaku nuk preket, por as funksionet të cilat nuk delegohen, nuk duhet të prek. Kjo që kanë bërë titullin. Kjo është. A është kjo? Spak i lirë të jetoj, unë i lirë të mbroj. A i tha të ndryshoj, do bëjnë ndryshime në ligj, tha. Atëherë, kodi procedurës penale, që e thamë dhe ditën e premte, do të propozohet një ndryshim i kodi procedurës penale, 242.3. Su fut në këto detaje. Kjo do të na çojë tek ajo. Jemi dakord me thelbin bas? Nuk na duhet detaje. Detaji duhet politikisht nga ana jote. Politikisht. Çfarë bëhet me Ramsin? Bëhet më i fortë pasaj apo bëhet më i dobët? As më i fortë, as më i dobët. Ka një luftë të hapur me Bashkimin Evropian.
do marrësi, do vite ty, se s'kemi... Jemi tek pika që... Mos më mërzit, keqen vllaj, një sekond. Ramës i duhet ndryshimi ligjor për të mbrojtur në këto momente ekzekutivin. Dhe kjo përplasje me legjislativ ekzekutiv nuk e dobëson Ramën, e vetmja gjë që e dobëson Ramën në këto momente dhe që mund të sjellë një farë mënyrë përplasje në Ramën është raporti Komisionit Evropian dhe çfarë do thotë Bashkimi Evropian për këtë ndryshim. Si e dobëson pra? Si e dobëson? Don qeveria, pra nëse Bashkimi Evropian nuk e lejon ndryshimin ligjor, thjesht Shqipëria ngecet dhe nuk afrohet me kuen. Jo, nuk ngecet, i jepet dorë lirë GKO-s dhe Spakut të ketë precedencë për të pezulluar edhe personat funksionarë të cilët nuk kanë autoritetin të delegitimuar. I palos Ramsi këta të gjithë, apo e palosin këta Ramsin? Kjo është pyetja. Kemi hyrë në epokë të re. Dgjo, nuk se më thuaj, o njërën o tjetër. Nuk një përgjigje jo komplekse për një pyetje që në dukje është e thjeshtë. Pra, më kupto. Unë po them që qeveria në këto momente kërkon... Po dikush do zbrapset pra, nuk mund të t'jenë të gjithë, nuk mund të t'jenë, dikush do panoset. Në qoftë se Bashkimi Evropian lejon ndryshimin ligjor, pra ndryshimin e kodit procedurës penale, s'do zbrapset drejtësia. Bravo. Nëse nuk e lejon bëjtja, do zbrapset Rama. Ti po pre të shofi se do bëj komisionit. Po, patjetër, sepse Komisioni Evropian është treguar shumë i prerë dhe autoriteti i SBA-s, që thatë ju, është treguar shumë i prerë për mbrojtjen e luftës ligjit, pra një farë mënyrë, vendosjen e shtetit të drejtës, dhe do të shkojmë kjo është baza. Të kërkojnë djesë për sot, se këshu është ma beti, po e digjoma përgjigjen tënde e mora vesh. Pra ti pret të shofësh këtë, që do ndodhi me këtë. Patjetër. Unë mendova që ne sot mund t'i japim, pra mund t'a bëjmë parashikime, edhe pse nuk i dim të gjitha ato të ingranazhit. Një sekund, Marsit, Flogert dhe mbyll sonte emisionin në Arlindi, po kemi shumë shkurtë do në presë. Në qoftë se Rama arrin ta bëjë ndryshimin ligjor që pretendon, do i palosë. Edhe ti e me Arsi, Në qoftë se nuk arrin të bëjë ndryshimi, për shumë faktorë që mund të ndryshojë ndërkombëtar. Vetëm ajo. Vetëm ajo. Prit Arsi se ti e the. Prit, edhe interesa brenda partisë, grupeve ose klaneve të ndryshme që mendojnë që është momenti. Nuk ka arrit fare atë. Ka disa, nuk ka rëndësi nga vim pengesa. Nuk ka rëndësi nga vim. Vemi dhe thelbi. Ramsi paloset. Pse? Sepse është krijuar precedente. Pra ti thua, te vendim, ti thua ne marrim vesh Ramsi paloset vetëm nëse nuk ndryshon dot ligjin. Nuk qoftë nuk ndryshon ligjin, Ramsi paloset. Sepse ky vendim i gjykatës kushtetuese do shërbejë si precedent për të marrë masa pezullimi nga detyra për çdo antar të Këshillit të Ministrave në momentin që ka një fakt apo një provë e cila krijon ndryshimin arsyeshëm. Në qoftë se bëhet ndryshimi ligjor dhe kur është bërë kodi i procedurës penale, unë atko kam qenë pjesë thjesht e grupit këshillues, sepse kam qenë si përfaqësues i një universiteti privat, dhe mbaj mend që u la apostafat shumë në këtë formë. Pra disa këshilltarë që ishin atko, ekspertë huaj, konkretisht italian, thanë që është mirë që të përcaktohet në lidhje me pezullimin tek masat e sigurimit, të përcaktohet deri në çfarë rendi hierarkie mund të aplikohen. Pra drejtorie për shembull dhe kur ka zgjedhje me mandat të kufizohet ose jo. Edhe ti nuk parashikon dot nëse Ramsi e kalon këtë dhe i palon. Unë mendoj që Ramsi nuk e kalon. Pra ti thua Ramsi paloset. Ky është parashikimi jot. Po. Bravo, ja shikon një guxim i tillë më duhet në studio. Ti, Arsi, je kujdesshëm, nuk do ta marrësh të guxim. Marsidi do ta bëjmë prap. Ore, mi po unë them kush guxon sot ose po ndodh nga do gjë pastaj ditë plaka ime. Tani unë guxova të premten kur thash që do ndryshohet kodi i procedurës penale që nuk e kishte thënë askush në asnjë studio televizive dhe ndodhi kjo sot. Të ndodhi që deklarata e Partisë Socialiste që do të ndryshohet kodi i procedurës penale. Ti parashikove. Ti e parashikove atë ditë, është e vërtetë. Po jo, ti parashikove që ata do tentojnë ta bëjnë. Do tentojnë ta bëjnë. Marsidi kaloi më tutje, Marsidi thotë nuk do ta bëjnë, prandaj do paloset. Sepse tani unë do të them si do ta bëjnë. Sepse kanë merakun që të kenë gjutë kujdesshme në idenë që pse do të arrestohet Rama sepse s'ka akoma një vepër penale. Kush do të arrestohet larg qoftë më burr? Po dakor. Fakti që paloset i bëj që do shkojë drejt asaj gjëje. Po shok. Jo, s'ka lidhje. Çdo gjë ndodh për një arsye, o Çan. Dhe vendimi 4-4 ka ndodhur për një arsye. Po. Duhej me patjetër, shumë shkurt, duhej me patjetër një 4-4 si një artific, si një pretekst për të ardhur te ndryshimi. Se nëse do ishte 5-3, fjala vjen. Qartë. Ose 5-3 të kundër Ramës. Është bërë me kas thua ti kjo. Po tani kjo analizë është. Unë nuk kam një fakt që po ta nxjerr. Pra duhet një alibi e fortë që ky të kalonte dhe thoshte ne tani do ndryshojmë ligjin se kështu nuk shtyhet. Dhe kjo është një alibi. Kjo është një alibi. Vendimi ka krijuar precedent, Kjo është një alibi. Krijuar parim. Po pra. Gjykata kushtetuese krijon parim. Për 3 javë.
Po, pa vendimarrje. Se për një javë e merr nga ministri... Pa vendimarrje. Do bje gongu. Unë nuk ju rash qafë këtyre ka kohat. Marsit, mos u prish planin, Marsit. Për 3 javë, me 83 vota që ka ai, ministri e çon komision të ligjeve, komisioni e çon në seancë, seanca e voton, dhe për 3 javë ti e ke ligjin të ndryshuar, ku aty futen si të paprekshëm, pra të papezullueshëm. I thua do ndryshoj ligji. Presidenti e kështu me radhë. Patjetër që po, dhe kjo që historia që ka presion këtej, ka presion andej, nuk ka asnjë lloj presioni. Është fake news, thua ti. Jo vetëm që është fake news, po është deal me ata. Me kë? Duhet një rrugë dalje. Me kë është deal? Spakut mos prekej, me ndërkombëtarët more. Spakut mos prekej, por dhe Ramat mos prekej. Atëherë cila është marrëveshja? Se duhet mishit piqet hellit mos digjet. Pra ata të mos hanë fjalët e tyre dhe të mos e shohin Ramën duke i rënë Spakut dhe duke zhbërë atë, ndërkohë që ata kanë thënë të kundërtën. Ti thua ti e shikon si paqe këtë. Sigurisht më, është zgjidhje. Ramsi me Spaku, pra me drejtsinë e re, Ramsi do shkojnë në paqe. takoi presidentin e Këshillit atje në Atëre kjo është zbythje e drejtësisë re apo jo? E kësa drejtësi speciale. Kjo është një win-win situation. Po këdo, Ajo do merren ata pra, do merren me të gjithë përveç Ramsit apo jo? Atë që kam thënë tu e Çani, 40. Tomi vetëm një gjë. Që t'jemi shumë serios. Ma thuaj. Ata nuk ndalohen të hetojnë, thjesht nuk pezullojnë dot. Po kaq pra. Faleminderit. Jo. Rolin e ka Këshilli Mandatare. Faleminderit Flogert. Pra Flogerti hodhi tezën e re. Paqe. Nuk ka palosje, as nga njëra as nga tjetra. Marrëveshje, patjetër. Marrëveshje. Ndërkohë dikush duhet paloset, po do e marrni vesh tani, Arlin, kush paloset nëse ta bëjmë paqe? Është pa faktuar. Kush do Tani paloset? më paqja më duket e vështirë, do thotë të jenë të kënaqura dy palë që janë kontradikt me njëra tjetrën. Themi të plepat atëherë, dhe gjykatë se plepat. Sa diçka, këto që vendos Spaku dhe që kërkoja, janë pjesë e hetimit, dhe janë pjesë për ta kryer hetimin kushtet optimale. Pra pezullimi nga detyra është një mënyrë për ta kryer hetimin në mënyrë të papenguar, që ministri i korruptuar, kryeministri i korruptuar apo kushdo qoftë mos ketë mundësi që ndërkohë që jetohet të jetë në detyrë. Në parlament. Qofse, po edhe në parlament ai ka dorë imunitetin. Ja ta mbaroj Arlin. Në parlament, Spaku dhe GKK janë tërësisht në dorë të vullnetit politik të Partisë Socialiste. Dhe po doj Rama e mban imunitetin e Ballukut sa doj. Patjetër, atë do bëj. Që qofse Rama e... Vetëm një fjali. Jo, deri në 16 mars Arlin, mund ta mbaj se me shumë respekt. imunitetin, por vetëm nëse ta shtyj. Vetë reformën në drejtësi dhe Spakun e ka krijuar ky parlament. Ky bën dhe rregullatohet për tjerat, legislativisht. Pra, unë të bëra, unë do ta fut. Patjetër. Nuk ka rëndësi sepse zakonisht ka edhe efektet pasunuara të reformave dhe mbi të gjitha ne nuk do të besojmë idenë se meqense kanë votuar Rama me Berishën, iniciator kanë qenë Rama me Berishën. Tani, Rama mund bëj gjithçka, ajo që do bëj është që nëse gjykata mua më pezullon ministren. E kalon thua tjerë? Me ligj, unë ndroj ligjin. Por nuk e di se ka shumë faktor. Një faktor është faktori ndërkombëtar, ne nuk e dim si do reagojnë. E dyta është faktori shoqëror. Se sa më shumë ashpërsohet kontradiktat midis Ramës dhe institucioneve të drejtësisë, aq më shumë shtysa ka shoqëria që të bëjë atë që e do shumë kush, të dalë në rrugë. Ti e beson? Po, shiko, kur ashpërsohet kontradikta, kur Rama fillon shkel gjëra që nuk ka shkelur më parë, sigurisht ka më shumë tension, ka më shumë motiv për të dalë në rrugë. Duhet të ndodhë. Sepse, mos harro diçka. Rama, në momentin që ndryshon kodin e procedurës penale, praktikisht ka thënë, unë ndryshoj rregullat e lojës mes lojës. Po patjetër. E dyta, po si eci kjo, ndryshon dhe tjetrën, shfuqizon Spakun, i kufizon kompetencat, ndoshta në aleancë me Sali Berishën. E treta fare që mund të bëjë di Rama, se 84 i ka, ai mund ta heq korrupsionin, ta dekriminalizoj si vepër penale. Pra ai mund ta arrijë deri në pikën sa që thotë, keni akuzë për korrupsion te ministrave të mi? Prej sot e tutje korrupsioni nuk është më krim. Është kundravajtje administrative, dënohet me gjop. Mund ta bëj? Po, nuk shkon deri. edhe herë, unë po e çoj deri në absurd, prandaj po them, po e reduktoj deri në absurd. Për të thënë që ky njeri që do të mbrohet me çdo kush, po u ashpërsua kontradikta, do shkoj deri aty. Pa do thotë si ai zotri aty që thotë korrupsiona, luftohet vetëm kur vjedhin tjerët, jo kur vjedh unë. Dhe bukura dhe në ligjërimin e Ramës është që shikoni, është vërtet kontradiktor, se në njërë anë ai ç'nuk thot kundër Spaku, institucioneve të drejtësisë, u ka marrë koka erë, budallëqe, në anën tjetër thot, unë jam garant i tyre. Dhe mua më kujtoa një analogji. Ke parasysh ta burrat, Papaxhimon është papaxhi, s'ka që thjesht. burrat e dhunshëm që rrajnë gratë dhe pasi rrajnë thot ty nuk do doj njëri kurrë sa unë. E kupton? Është e njëjta logjik. Edhe me që na kujtohet papaxhiun, është i gatshëm të bëjë gjithçka për ta heqë vëmendjen nga çështja kryesore. Le të bëj gati papaxhiun le dio, për ata që s'e kanë parë.
kryon debat nga hiqi me kolegun tënd, Fevziu. Merret me rrogat e gjyqtarëve. Ama koleg mos i thuaj. Si ta quaj. Vajti në Izrael mbajti një fjalim. Vajti në Vatikan, për Izrael tha jam hebre. Në Vatikan shkon e thot jam katolik. Do shkoj një ditë në Turqi do thot jam musliman, po shkoj në Kin do thot jam dhe ateist. Për të si thuash, se ti mendon Arlind që e njohim për gjithçka dhe çdo lloj akrobacie, Arlind, e njohim ne. Për ta hequr vëmendjen nga çështja. Dhe mos harro më kujtua tani që po thoja këtë gjë, një film, ndoshta e keni parë Mumja, fillimit, ka qenë një personazh aty që i kishte të gjitha këto gjerdanët fetar, me gjysmëhënë, me kryqe, me këto simbolit e budizmit, edhe i tregonte të gjitha për të shpëtuar lëkurën. Edhe Edi Rama, në momentin që po lufton për lëkurën e vet, mund të bëjë gjithçka. Mirë po, sako nuk është Zoti mbi tokë, se vetëm Zoti, vullneti do bëhet dhe u bë, po nuk ka njeri Zot mbi tokë. Në Shqipëri po. Po nuk ka pra Zot mbi tokë, sepse ka faktor edhe të brendshëm, politik, shoqëror, ka faktor dhe të jashtëm. Dhe Edi Rama nuk mund të jetë janë papërfillshëm ndoshta, nuk arrin dot të bëjnë. Lëviz si pa lëvizshëm thoshte Aristoteli. Pra ai që vën lëvizje gjithçka, po askush nuk e vën lëvizje atë. Nuk ekziston kjo gjë. Nuk as diktaturë nuk ka. Nëse ka shkel Ai do bëj lojën e vet, por po them edhe një herë. Sa kohë ashpërsohet kontradikta me Spakun, do ketë gjithnjë më pak hapësirë. Tani të shohim. Εδώ ο παπάς, εκεί Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, δεν είναι ο παπάς. Χάσετε, μαντάμ. Εδώ το αυτό και εκεί είναι ο Μπεχίλη. Faites voger, madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, madame. Μάζευε Θανάση. Sa bukur e tha një moment, hej. Vini shumë të merrni shumë. Njerëz të shkret vën shumë, të marrin shumë. Në fund fare. Me qëra fjala. Tani është bisedë e lirë. Ora është 9:50, për 10 minuta bie gongu. Po vazhdoj prapë me Arlindin se kemi mësuar special sonte. Arlind, le të mos harrojmë që dje dhe sot më duket, Zoti Rama, krye Papaxhiu, është ose u takua me Antonio Costa. E keni parë personazhin? I cili është presidenti i Këshillit të Europës. Këshillit Europian. Jo Këshillit të Europës, Këshillit Europian. Këshillit Europës është tjetër gjë. Këshillit të Bashkimit Evropian. Bravo. Goxha i rëndësishëm për punën tani, për i takon të gjithaj, për integrimin, për këto, për... Tani, vlak, duhet të kujtojmë publikun, nuk e di se çfarë mendimin ndani ju për këtë gjë, që ky Antonio Costa, për shembull, Këshillit Evropian, ka ikur paracakohesh nga posti i kryeministrit të Portugalisë, pasi i plasi një skandal, mega skandal korrupsioni brenda zyrës të tij. Kush më shumë se ai, dhe kjo është pyetja ime, e kupton hallin dhe e mbështet hallin e Papaxhiut sot. Po, ne do të dallojmë midis Yjet institucioneve. janë përherë në favor të Ramsit. Ka dallim midis institucioneve dhe përfaqësuesve të tyre. Pavarësisht çfarë do halli që mund të ketë Kosta në fjalë. Është halli vërtet ai se mos forma drejtësi është investimi për bashkët politik i Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse edhe Arlindi logjikon me entitete, jo me personazhe që bëjnë entitete. Nëse ne do vazhdojmë kështu që Edi Rama do e mbaj ballukun ministre, sepse do ndryshoj kodin e procedurës penale, do thotë vendimi që bëhet zero. Do vjen që nuk mund pezulloj dot nga tyra një ministër. Jo, balluku ka ikur. S'ka lidhje me ballukun. Hiqe ballukun nga loja. Ku e ka shkarkuar ballukun apo jo? Po s'ka është pezulluar ajo. Nuk ka hyrë akoma. Ka fuqi pravapëruese. Nuk ka hyrë akoma. Nuk ka fuqi pravapëruese. Plotësisht në detyrë. Ajo kthehet me i vendim gjykate o Arlind. Nuk ka rëndësi, nëse ky ndryshon kodin e procedurës penale, nuk ka efekt pravapërues për vendimin e gjykatës kushtetuese tani Arlind, se kjo e ka pezulluar. Mund t'ja pezulluar, po pezullim vetë në momentin që ndryshon. Ka situatë thosë, ka fuqi pravapëruese. Mund t'jap opozitën. Kodi procedurës penale? Po, kryeletësor. Jo. Unë e di që jo. Unë e di që jo. Por gjithsesi është gjë që ka hapur vetë zonja Balluku me që është në apel apo jo? Momenti që çështja e Ballukut tani. Ja lidh duar brapa shpinës Spakut. Ky nuk është duke fituar thjesht vetë. Ky është duke zhbër një reformë që ka mbështetës politike. Pra ty s'u fare në vesh kjo që ky detaj që thash unë që Antonio Costa njeriu sot që ka në dorë thotë një fjalë të mirë ose të keqe për Edi Rama. Është aq komplekse sa nuk është njëri që i ka në dorë. Ti beson vërtet? Janë komplekse institucionet, për vetë për kuvizim institucionet janë komplekse. Nuk del dot një njeri që thotë do bëhet kështu. Sa më serioz të jetë një strukturë, sa më serioze të jetë një strukturë, sa më komplekse të jetë një strukturë, aq më i vogël është roli i individit aty. Prit, jam dakord me ty. Apo jo, në pari. Sa më i keq formuar të jetë i shtet, dela i pari thotë do bëjmë atë. Prit ta bëjmë dialog. Jam dakord me ty.
që vërtet nuk është një njeri, situacionet janë komplekse, por aman, unë mendoj që në një periudhë kohë X, një njeri ka aq fuqi, sa ti bëj gjëra të shkojnë sipas interesave të tij. Në moment caktuar ai do bjerë, kujdes, jam dakord me ty. Këtë synimin, po jo detyrimisht ka mjetet, sepse ka faktor tjerë. Si a dash një mbjond më? Alind, bota që ne jetojmë, dhe ti e di mirë se unë, do mësoj unë, bota që ne jetojmë, edhe rasti Epstein, na i dha, faktikisht zbulua na i dha të plotë të gjë, nuk është një botë ku morali është në kryet piramidës, apo jo? Së është morali. Pritë, duha të them, shiko... Të strukturave të rëndësishme. Po strukturat kush i bëjnë? Njerëz. Struktura ka një jetë edhe... Pa ishte Mogherini, Mogherini, atë do thoja, me një mendje me Flogerdin. Strukturat nga i herë bëjnë atë procesin i ashqitjes. Po pra patjetër. Po e bëjnë, po nuk e bëjnë sot për nesër. Se këti jam duke thëmë, pra. Ose strukturat marrin fizionomi e personit. Arlind, ajo që po themu në shkjo, ti ke të drejtë më në parim. Një dit... Edhe në realitet mendoj që në këtë rast. Arlind, po mund të marri dhe ftyrën e atij që e drejton institucione. A themi ne që Kryeministria ka marrë ftyrën e Ramës. Tjetëri ka marrë ftyrën e... Ka disa norma, o Florger, ka disa norma. Institucionet kanë një peshë shumë të vogël. Entiteti Europian nuk të lejon. Sa më kompleks dhe serios tjetë një institucion, aq më e kufizuar është hapësira e veprimit të... Më falë se më duhet se mu bën dy, se janë në të njëjtën mendje, se janë në teori. Për çfarë entiteti Europian po flet, më vëlla? Bashkimi Europian sot është... Strukturat e Bashkimit Europian, Parlamenti Europian, Këshilli Europian, edhe Komisioni i Bashkimit Sot Bashkimi Europian është ka në dorë vetëm rezoluta, është cop të lutë, po arë. Ati janë 2-3 njerëz që vendosin. Ka në dorë të bëjnë auditimin e individëve që marrin në përgjegjësi. Do bëhemi të mençur ta ngrëm stegën apo do rim tek këto formulat me entitete që thonë asgjë. Është cop e çik. Bashkimi Europian sot është cop e çik me Zvedi. Edhe Gjermania me Francën janë përlas sot për sa histori financash dhe ato. Nuk bëhet fjalë për strukturat e natyrës. Sot janë cop e çik. Ramës i bie ëndra e integrimit të Bashkimit Evropian. Kujt po për bashkëndër ka ima, ajo ka është papagjia. Ajo është vetëm gjë që shet. Edi Rama sot e vetëm gjë që shet. Është ëndra amerikane. Do të fus në BE në 2029. Jo, është ëndra amerikane. Ti po e thua që janë të korruptuar. Falni, që vetëm të sqaroj diçka, pozicionin tim. Unë bëj analizën e qëllimeve, jo çfarë dua unë. Që të kuptohet. Dhe këtu jemi dakord. Rama sot po luan një kartë tjetër. Ka ndryshuar boshtin, që kur ka zgjedhur bordin e paqes që shkon atje, për hallin e tij, për punët e tij nuk ka rëndësi fare. Rama boshtin e ka orientuar drejt SBA-ve, bordi është i mbushur me lindje atje, kuptohet, po s'ka rëndësi, Rama e ka bërë zgjedhjen e tij, eventualisht dhe Shqipëria në kuptimin. Pas ka hyrje në BE, këtë po thua. Rama ka thënë që na kanë dalë ka probleme me këto takuza. E ka paralajmëruar atë që po pse po fakti se si orientohet patjetër. Me çfarë do joshi njerëzit? Se di me Amerikën nuk e di tani. Me zhvillim ekonomik s'ka. Do ndërtoj një ëndër tjetër deri në 2029 për sa kohë ka doktorin përballë, Arlind. Për jashtim të këtyre votuesve tu që nuk lëvizin. Ka shumë njerëz. Arlind. Që e motivojnë veprimin e tyre politik, edhe në bazë të interesave, edhe në bazë të një aspirate që ikon të largët. Rama ka 13 vjet që kaos vetë primare ka, do ju fus më bëhe, shpejt e shpejt. Do shkoni pa viza, do punoni pas një lloj pengese. Qa do dali thot nesër? S'ka ma, analim lojë. Ndoshta e zgjidh me Amerikën dhe BE-n, më vlla. Shkon te Trumpi. Trumpi shkos punosh pa letra. Jo, nuk më kuptove. SBA, presioni SBA, darat e SBA-s i thon BE-s ma fut pak këtë burrin aty. Bëhet fjalë fare. Më thon një mesazh, hëngrën dark, thot Antonio Costa dhe Edi Rama. Dhe Ramsi, hëngrën dark, thot, nuk ishte as takim në zyrë, thot, kujdes. Pra, s'ka sinjal që ftesa në Bruxelles është not verbale, kupton? Jo, edhe darka është bërë pas i kanë dalë fjalët në Tiranë që BE-ja po kërcënon Ramën. Po më kërcënojnë po shkoj të hajt dark atje me këtë. Prandaj po them pra, dëgjoj. Mua prandaj më desh sot, po sigurisht që kjo të kërkon më shumë kohë, kërkojnë ndjes, 2 minuta na kanë mbetur. Prandaj o Ledio, më duket se do të bëjmë një ikjen e diku? Po. Pyetëm, pse s'më thua Ledio? Ikim Çilek urgjent. E shikon ti për pak harrova fare po. Në Çilek për gjithë prindrit që kanë bebet, që kanë fëmijë të vegjël. Nga bebet deri te fëmijët e rinj, po themi adoleshent. Urgjent për të gjetur dhomën e gjumit kalamarëve tuaj, zënja zotrin, nëse jeni prindër të rinj, mos fusni çdo lloj mobilje në dhomën e fëmijës tuaj sepse mund t'ju helmoj. Po. Sepse mobilja zakonisht materiali që përdoret, nëse nuk është e certifikuar me TUV, lëshon një aromë natën, ditën, ku diun, punët e veta. Kështu kujdes.
është serioze keq po ju them, shkoni në dyqane të specializuara, shkoni te Çileku, është mbi 100 shtete Çileku, është super brand ndërkombëtar, çmime dhe në fund shkurtit të papara, nga të gjitha llojet e mobileve shikoni atje, e gjeni ose tek në autostradë kilometri 12 e qendra tregtare Prestishom, ose përballë rrugës, përballë kompleks Deliorgjit e rruga Kavajës, Çilek.al në internet, ose në Instagram Çilek Albania për të marrë gjithë detajet e kësaj pune. Mos harroni, quhet Çilek, shikoni lule shtrydhen, është fare e thjeshtë për të identifikuar. Bravo Çilek. Ora 10:59 minuta dhe dua t'ju them që po, ishin duke folur pikërisht për fatin e Ramsit, Arlindi sigurisht nga pozicioni që ka, ende s'ma ka thënë, e fiton këtë betejë Ramsi, le t'jo plas dhe prapë edhe atë thuaj e fabulën e ekran, që ta mbyllim, e fiton këtë betejë Ramsi thua ti. Ashpërsimi kontradiktës është gjë e mirë, sepse do i shtym shumë njerëzit për dalë në rrugë. Ky është interpretimi. Ti thua do dobësohet thua ti vet ai apo do dobësohet kontradikta? Dobësohet ai thua. Do duhet mbajnë anë. Pra njerëzit në Shqipëri ti i mendon Arlind, një mas madhe po flasin, priste, një mas vogël e diun që ekzistojnë. Që preokupojnë shumë. Revolucioni francez 10-15% e njerëzve kanë marrë pjesë. S'kishin shtahanin atëherë. Dakord, po. Edhe ngjarjet e mëdha ka një mas kritike, nuk është se del ndonjëherë. S'kan shtahan, vjen një moment që nuk mbyllen dot muaj. Ngatron një gjë ti. Sepse çani korrupsioni është i keq. E di erdhëm le jo. Problemi është që nuk mbyllen dot muaj në këto raste që thuat. Drejtësia s'po funksionon për 99%. Ka varfëri, për nuk desë një për bukë. Ka një interpretim tjetër sipas cilit revolucionet ose ndryshimet e mëdha nuk ndodhin kur njerëzit janë për bukën e gojës, por ku kanë më shumë pritshmëri nga që jep situata. Kur them për bukën e gojës, nuk them që mos han, që jo. E kanë fjalën për shkak që mezi kapin fund e muajit. Ka njerëz që jetojnë shumë keq. Dosjet në gjykata janë rritur o Arlind, kështu që do shkojnë gjithë në favor të Ramës. Gjithë do jenë kundër drejtësisë. Kaq. Dosjet në gjykata për njerëzit e zakonshëm. A është dhe kjo thot Florian? Janë rritur edhe kjo. S'ka lidhje. Institucionet drejtësisë do. S'ka lidhje. Do i nxjerri, do jetë kundër Ramës kjo situatë thot mos e njerëz nuk po zgjidhin dot hallë dhe gjyqet. Nuk zgjedhin hallet, nuk po zgjidhin hallet e tyre. Nuk e di apo Rama ka ka drejt se kjo drejtësi nuk po na zgjidh hallet më. M'fal, apo ja zgjidh hallet ajo drejtësia atyre. Se Floger tani është duke spinuar për tjetër gjë, e thotë të gjë për spinuar tjetër gjë, pa parë. Në Velipoj? Që institucionet drejtësisë zgjedhin hallet e të gjithë. Duhet ta kishin zgjidh Velipojën pra. Duhet kishin shumë tepër staf, shumë tepër kompetent. Nuk e kanë zgjidh. Një nga problemet që është e vërtetë është fakti që pavarësisht të niveve për korrupsion, shumë pak pasuri korruptive janë sekuestruar dhe konfiskuar. Falenderoj shumë Aril Qorin, Arsej Dagjylin, Flogert Muçën dhe Marsit Gupin. Bashkë takohemi nesër, mos harroni Samsonin, është duke u ndjekur nga regjimi. Corruption is not bad. Corruption is only bad